Faqja Na ishte dikur sjell sot në kujtesë një nga momentet më domethënëse të historisë sonë kulturore dhe shpirtërore. Një çast që flet jo vetëm për humbjen e një kolosi të letrave shqipe, por edhe për madhështinë e bashkëjetesës ndërfetare shqiptare. Me 30 dhjetor 1940 ndroi jetë Homeri shqiptar, Atë Gjergj Fishta, poet, franceskan, mendimtar dhe një nga shtyllat e identitetit kombëtar. Lajmi i ndarjes së tij nga jeta tronditi Shkodrën dhe mbar Shqipërinë, duke mbledhur rreth figurës së tij personalitete të shquara të jetës kulturore, fetare dhe qytetare. Me 31 dhjetor 1940, Atë Gjergj Fishta u përcoll për në banesën e fundit me nderime të mëdha, në një ceremoni mortore ku u bashkuan njerëz të besimeve të ndryshme, por me një respekt të përbashkët për veprën dhe figurën e tij. Ndërta spikati Hafiz Ali Kraja, një nga intelektualët musliman më të njohur të Shkodrës, i cili mbajti një fjalim të jashtëzakonshëm për mikun e tij të çmuar. Ky fjalim mbetet edhe sot ndër tekstet më të bukura të mbajtura ndonjëherë në një ceremoni mortore, jo vetëm për forcën e fjalës, por për mesazhin e lartë që përcjell se kultura, adheu dhe njerëzia janë mbi çdo dallim fetar. Një hoxh që nderon një prift, dy mendje të ndritura, dy shërbestar të Zotit dhe të kombit, dëshmi e gjallë e harmonisë së vërtet fetare shqiptare. Në vijim, fjalimi i plot i mbajtur nga Hafiz Ali Kraja. Poet kombëtar, Patër Gjergj, kur një orator tu e dasht me fol mbi veprat tuja, rrin shtang, hutohet, pse janë shumë, janë të mëdhaja edhe të madhnueshme, aq sa është e vështirë me caktue se për cilën duhet flitet. Shkrimtarët e ardhshëm të historisë shqiptare jetën politike tanden do ta gjykojnë në bazë të lahutës maltësisë, kryevepra jote monumentale. Ti je i bindur, o poet i madh, se shqiptari me lahutën e maltësisë ka përqenë gjithmonë kryenalt siç janë helenët me Iliadën e persianët me Shahnamen, basi ti me atë vepër të lartë i ke njoftue botës së qytetnume psihikën e karakteristikat më të ndjeshmet e popullit shqiptar. Me ty, Patër Gjergj, kombi shqiptar mburret, naltësohet edhe madhnohet para popujve të tjerë, prandaj sot krejt populli shqiptar të përulet, djelmnia intelektuale vajton humbjen tande e me lot ndërfaqe të përcjell me mallënjim e dhimbje në jetën e pasosme. Për më shumë video të tilla, abonohuni në kanalin ton, Na ishte dikur.